Mirëmbrëma të nderuar shikues, sot jemi në Gjeokult. Para se të fillojmë emisionin me të ftuarin ton special, dëshiroj të kujtoj të gjithë atyre që hynë ke kanalit ton, që të mos na ndjekim, po të ndjekim ne, mos harrojnë të bëjnë një subscribe, është pa lek, pa kosto, vetëm me një klik. Edhe me pak dashuri. Njëkohësisht dëshiroj të falenderoj këtu sponsorët e emisionit ton, të cilët ndihmojnë për funksionimin e emisioneve të podcastit Okult. Sot do të diskutojmë për disa çështje në lidhje me gjeopolitikën, po jo vetëm. Kam të ftuar për të parë Dritan Goxhajn, specialist në fushën e gjeopolitikës, dhe sidomos si ushtarak që është edhe në lidhje me të dhënat e detajuara të ndryshme mbi teknologjinë e armatimit që si ai rrallë ka në tregun mediatik shqiptar që mund të tregoj specifikimet e tyre. Dritan, mirëmbrëma, mirë se më ke ardhur për të parë, shpresoj të mos jetë i fundit, kemi bashkëpunim. Bravo, falenderoj për ftesën. Të mëtejshëm për të analizuar kryesisht ngjarjet ndërkombëtare ku ju keni treguar një përgatitje të lartë. Ne të dy veç kështu na kanë quajtur ndonjëherë dhe si spion rus ose që duam Rusinë, sepse kemi thënë që në fillim të luftës në krye të erës, ndoshta kemi qenë vetëm ne të dy zërat të veçantë që kemi treguar ose jemi përafruar më shumë të vërtetës që do të ndoste në lidhje me përfundimin e kësaj lufte, kur të gjithë ishin entuziastë që Rusia do të humbiste, do të bënte, sepse shprenin dëshirat e tyre ose ishin të manipuluar nga mainstream media e perëndimit. Ne të dy ishim dy zara të vetmuar që në atë kohë mund të quheshim ose të çmendur ose njerëz të Putinit, që i shërbenin Putinit, duke thënë që do binte shi, nuk do kishte diell. Pra këta duan të thuash që dhe kur do bjerë shi, të thuash jo, to ketë diell, të shpresh, të tregosh motin mbi dëshirat e tyre, jo mbi realitetin. Çfarë do të thuash dy fjalë për këtë parashikim që ne kemi bërë? Nuk është çështje parashikimi. Sa është një vlerë kjo, të tjerët kanë filluar shumë të flasin si ne tash. Po problemi është kush ishte i pari, kush e zbuloi vezën e Kolombit që qëndronte në kamp. Unë mendoj që edhe një pjesë e mirë e njerëzve që pavarësisht asaj që juve thatë që na kanë etiketuar si njerëz të Rusisë ose kundërshtar të perëndimit, është çështje psikologjisë që ekziston në popujt e vegjël, të cilët janë periferik për çdo perandorie. Aktualisht neve kemi qenë gjithnjë popull të periferit të perandorive. Pra, gjithnjë kemi qenë në periferi të perandorisë romake dikur, pastaj të perandorisë osmane, pastaj të perandorisë ruse, tashmë të perandorisë amerikane. Po ta theshim këtë gjë në para 60 vjetësh, po të ishim të lidhur akoma me rusët, si do na quanin, po të theshim që do fitoj Rusia për shembull, po të theshim që do fitoj perëndimi, prapë do na quanin armiq. Në rast se do flisim kohën e luftës së ftohtë, pra do ishim në kjo ngjarje do ndodhte kohën e luftës së ftohtë. Unë edhe ti nuk do të ishim fare asnjë zë për arsye sepse për të thënë zërin që Rusia po e fiton luftën, nuk do të ishim fare në atë zë sepse do të ishte gjithë elita politike që do të mbante atë korë dhe ne nuk do të dëgjoshim. Do të dëgjoshim fare, do ishim askund, pra do ishim ata që duar të rrokisnim. Sepse kështu ndashin, ata që flisin dhe ata që duar të rrokisnin. Në perandori kështu ndahen gjërat. Ata që flasin dhe ata që duar të rrokasin. Pra ata që flasin, ata që kanë pushtetin dhe i lëpijen pushtetit me gjitha format dhe mënyrat e tyre për të përfituar nga pushteti kryesor, për të mbajtur një pushtet të vogël, pra dhe servilat e rangut të dytë që duar të rrokasin. Për të mbajtur tek ato dhe pastaj një pjesë duar të rrokasin për shkak të servilizmit dhe një pjesë duar të rrokasin për shkak të nevojës për të rrokitur, për shkak të mbijetesës, ose duar të rrokasin edhe për shkak të ironisë, janë të indoktrinuar, duar të rrokasin se janë të indoktrinuar, janë të budallallepsur. Kurse po të thoshim që do fitoj, pra kjo luftë kishte ndodhur në kohën e luftës së ftohtë, dhe të thoshim që do fitoj perëndimi, pra do humbi Rusia. Kishim futur në burg. Automatikisht do konsideroheshim si disident politik ose si kundërshtar politik të regjimit ose diçka, sepse regjimi mbante atë linjë. E njëjta gjë është edhe tashti. Pra sot kemi një regjim, sepse te ne regjime ka, pra kemi ndryshim regjimesh, neve nuk kemi ndryshim klase politike, pra nuk kemi ndryshime politike në Shqipëri. Ndryshim sistemi. Jo, ne kemi ndryshim regjimesh. Pra kemi një regjim, kishim një regjim një partjak, kemi një regjim shumë partjak, po është regjim.
nuk ekziston sistemi. Pra, këtu ka ndryshuar sistemi. Sërish është regjim të cili të shtyp. Dhe është po njëjta si mentalitet që atëherë përdorte policinë e shtetit dhe sigurimin e shtetit për të mbajtur të shtypur, edhe sot përdor policinë për të mbajtur shtypur. Sigurimi i shtetit nuk është funksional fare te neve sot, pra ajo që është shërbim informativ është zero, pra zëre se nuk ekziston, nuk ka asnjë lloj vlere, dhe edhe atëherë funksiononte partia dhe edhe sot funksionon partia dhe të mban të shtypur dhe në kontroll me polici, me dhunë dhe me anë të patronazhizmit. Po, para se të fillojmë drejtan të flasim për këto ngjarjet e ndryshme botërore që gelojnë edhe nën tavolinë dhe mbi tavolinë, dëshiroja se ka një lajm sot që ndaj Belinda Ballukut ka filluar të funksionojë sepse Rama e ka pasur të vështirë ta shkarkonte gjatë kohës që ajo thirrë në SPAK dhe ka përdorur GKK-n, gjykatën speciale, e cila sipas disa lajmeve që lexova unë për këto portalet, i është ndaluar kryerja e funksioneve publike, pra automatikisht e ka shkarkuar si zëvendës kryeministre, i është marrë pasaporta dhe nuk i lejohet që të udhëtojë jashtë shtetit. Si e shikon ti këtë të drejtësisë ndaj një figure të lartë të Partisë Socialiste, pas homologut të saj të mëparshëm, Arben Ahmetajt, i cili është akuzuar dhe për korrupsion nga SPAK-u. Kjo veprimi i GKK-s, pra i kësaj ta ashtu quajtur drejtësi, thojse sepse drejtësi nuk është, tregon qartësisht që drejtësia është e kapur. Pra vetëm ky vendim tregon qartësisht që kjo drejtësia është në duart e Edramës. E atij që rindërtoi këtë drejtësinë e re, që bëri drejtësinë e re, Gjoja, bashkë me këta Sorosianët e gjithë bashkë. Sepse drejtësia nuk funksionon në mënyrë të barabartë për çdo qytetar tjetër, për çdo person tjetër. Atëherë për të njëjtën akuzë, si puna e Belinda Ballukut, është edhe drejtori i rrugëve, i cili është në burg aktualisht. Pra, duke qenë se kjo duhet rrinë në shtëpi, nuk duhet të ushtrojë funksione publike, dhe të mos dalë jashtë shtetit, atëherë edhe ai duhet të marrë të njëjtën gjë, sepse janë për të njëjtën akuzë, pse ai duhet të rrinë në burg? Pra, kupton që drejtësia këtu funksionon sipas dëshirës të udhëheqësit. Dhe udhëheqësi është marrë vesh me zëvendësin e tij, pra udhëheqësi aktualisht është kryetari i një bande kriminale. Qeveria që kemi është një grupacion kriminal, një organizat kriminale e strukturuar, e mirëfillt e strukturuar, sepse edhe veprimi që është bazuar, dhe këtu është problemi i kësaj drejtësie, e cila funksionon në shërbim të këtij organizmi malin që ka zënë qeverinë, që ka zënë shtetin shqiptar dhe ka marrë peng. Pra, jep një vendim ndryshe për atë që është nën kryetare e kësaj bande dhe jep një vendim ndryshe për një ushtar. Ndërkohë që akuza është e njëjta gjë. Po të shikosh, jemi pak a shumë si në kohën e Enver Hoxhës që i dënonte të gjithë, që nga kryeministri Mehmetçeu, nuk kemi, ka ndryshim, jemi në totalisht ndryshim. Se në atë kohë thua që ujë nga lart rrethikulluar, tash si mendon ti? Thot ujë nga lart nga Rama, domethënë nga kryeministri, është shikulluar dhe këta dhe ky zgjidhje fare. Si e mendon ti këtë? E para kemi dy situata ndryshme. Në atë kohë dënoheshin, ata që dënoheshin njësoj. Pra, ti ke Kadriazbie me shok që shkuan në burg dhe edhe të pësuan atë tortura. Pra nuk dallonin ata. Në momentin që ai regjim ty të konsideronte armik, mbaroi puna jote. Pra ti s'kishe më asnjë lloj. Jo, e kam fjalën që u dënuan të gjithë poshtë Enver Hoxhës dhe të Enver Hoxha shpëtoi. Edhe ky po ta shikosh të gjithë po i dënon çka poshtë vetes, vetëm ky po deli pas. Jo, ky nuk po dënon njeri. Mos i ngatrojmë gjërat. Dënime kishin kohën e Enver Hoxhës sepse ata hëngrën kokrën e plumbit. Edhe me zor u gjetën edhe eshtrat. Mbas vitit 90. Pra, ata ishin dënuar. Këta nuk janë të dënuar. Kjo është një marrëveshje midis banditëve. Pra ajo që quhet një marrëveshje gentlemanëve midis banditëve. Pra unë po të fuz brenda, por i ke parë të gjitha që janë dënuar për korrupsion, nuk janë dënuar për krim të organizuar, për strukturë, sepse ti e ke bërë korrupsionin, pra e ka bërë ministri, sekretari i përgjithshëm, drejtori i drejtorisë dhe specialisti. Pra ti ke një nivel, ky është organizim. Dhe normalisht në këtë duhet edhe të funksionojë ligji i krimit të organizuar. Pra kjo është një strukturë kriminale e organizuar dhe është hierarkike. Po deri ku shkon? Shkon lart. Deri ku? Po deri te kryeministri shkon. Apo këta po pra shkon deri te kryeministri, pra ta mbaroj. Prandaj po them që kemi një marrëveshje gentlemanësh midis banditëve në këtë qeverisje. Dhe tash çka kanë bërë? Rama ju thotë tyre që shiko, unë juve do ju arrestoj, sepse kjo është bërë publike, s'kemi çfarë bëjmë, se duhet mbajmë pushtetin, ndryshe do dorëzojmë pushtetin mos ju arrestova. Dhe çfarë do bëjmë? Ju do shkonin në burg,
do bëni 2-3 vjet burg, por pasurinë tuaj nuk do t'ja preki askush. Do dënoheni për diçka për cilën s'ka asnjë vlerë. Pra ti e dënon atë për korrupsion, do marri 3 vjet burg, 4 vjet burg, ndërkohë që po ti futesh edhe organizatë strukturuar kriminale, që është e strukturuar sepse është hierarkike, ajo shkon mbi 12 vjet burg, pra i kalbet burg dhe po ta konsiderosh si organizatë kriminale, për të strukturuar duhet ligji parasheh që duhet edhe të sekuestrosh pasurinë. Pra këta asnjëri nga këta që ka futur nuk i sekuestruar pasuria. Dhe Rama pastron çështjet dhe kur të dalin në pension thotë këto çështje janë mbaruar, këta gëzojnë pasurinë e tyre dhe nuk preket kryesori. Pra është një marrëveshje, nuk kemi të njëjtën gjë si në atë kohë. Në atë kohë ai të merrte të humte erzin, i thonë në shqiptarët, thonë në atë kohë. Pra kur ai të konsideron të fuste pra të humte erzin, të humte eshtrat. Kurse këta janë marrëveshje e tillë me Ramën. Pra Rama është ai që drejton drejtsinë, aty dhe i thotë, ky do marri këtë dënim, ky do marri këtë dënim, ky do marri këtë çështje. Dhe do mbyllen të çështje, dhe është për të mbyllur për të hedhur syve të njerëzve. Rama është duke bërë të njëjtën gjë që bënte kur ishte kryetar. Kur ishte bërë kryetar bashkie çfarë bënte? Mori një iniciativë për të lyer pallatet e Tiranës. Pra, ai për të bërë Tiranën nga e para. Dhe i lyente vetëm fasadën, faqen e parë që duke nga rruga. Nga ana tjetër nuk ishte pallati, as kishte lyerje, as kishte subatim, as gjë. Thjesht ishte një mashtrim për të thënë qytetarëve që neve po bëjmë punë. Edhe kjo është një mashtrim për të thënë që shiko, nuk kam lidhje me këta, drejtësia është drejtësi, ndërkohë që s'është drejtësi. Mbrapa kurrizitit. Ta kanë ditur dhe jashtë, këta po i paguajnë tash. Por ti mban përgjegjësi hierarkike sepse sistemi nuk është qeverisja nuk është një sistem zinxhir. Pra këta ngatrojnë zinxhirin komandues me hierarkinë komanduese. Qeverisja është hierarkike, është piramidale, nuk është zinxhir. Zinxhiri është i shtrirë, pra zinxhiri është horizontal dhe zinxhiri jemi të gjithë të njëjtë. Dhe në të qenë të gjithë të njëjtë, mund të qelloj që unë e bëj po ti se di sepse jemi një zinxhir i njëjtë. Dhe unë zvarem nga ty, ti zvaresh nga unë. Pra ti s'man përgjegjësi për mua. As unë s'maj përgjegjësi për ty. Kurse në sistemet hierarkike, qeverisja është sistem hierarkik piramidal, ai që është në krye mban përgjegjësi për çdo lloj veprimi dhe për çdo lloj deklarate që bën zotëria. Që është poshtë ti. Nga krau tjetër që ta mbyllim me këto çështje të brendshme, po është mirë tash t'jepni dhe ju atë këndvështrimin tuaj si e perceptoni. Berisha është të thirrur për një çështje të re, mbasi u sfumua ajo çështja e afera që quhesh e Sport Klubit Partizani. Duket që shapur një çështje tjetër për 21 janarin për 3 të vrarët. Dhe Berisha para se të thirreshen në SPAK, një ditë ose 2 ditë para, thiri opozitën para kryeministrisë dhe ndërkohë është duke u bërë një afere madhe e rëndësishme, ndoshta 16 vjeçare deri në vitin 2040, një marrëveshje e fshehtë, por edhe zyrtare e pasaj, midis familjes Berisha dhe familjes Rama, të cilët me sa e shikoj unë duan të mbajnë pushtetin, të kontrollojnë pushtetin edhe 16 vjet tjera, dhe duan të bëjnë rregullimin e kushtetutës dhe kodin e ri zgjedhor, ku me sa duket Rama kërkon të bëhet president, ku presidenti do të zgjidhet nga populli dhe do t'i forcohen shumë kompetencat, do të jetë një president që do të kontrollojë gjithçka, pak a shumë me kompetencat që ka presidenti francez, dhe në vitin 2027 Rama kërkon të shkojë të marrë mandatin e parë dhe synon të marrë dhe një mandat të dytë. Nuk e di nëse e dini ju, nëse do ndodhë kjo, unë do t'jemi kandidat për Ballti, kam kohë që e kam shpallur këtë pikësynim tim, do jemi kandidat nga populli dhe do ta mund nëse ndodhë kjo. Sepse nëse do të zgjedhet presidentis nga parlamenti, kështu siç është sot, mundësitë janë zero, por edhe nuk e pse të shkosh të marrësh përgjegjësi kur ky lloj presidenti nuk ka kompetenca fare dhe s'ka asnjë gjë fuqi që të bëjë diçka të mirë për popullin shqiptar. Dhe duket si një lojë, shikoj unë, po dua të pyes dhe për mendimin tënd, që Berisha kërkon t'ju thotë të tive që nga protestat që bëm ne detyruan Ramën të ulet të bëjë marrëveshje me ne PDP-se për rregullimin e kushtetutës dhe të kodit zgjedhor, ta paraqit dhe Rama në opinion nuk kemi çfarë të bëjmë, se shiko çfarë na bëjnë këta, na ngrejnë vendin në avar, na vinë atje para kryeministrisë, mund të dalin nga parlamenti, na shkaktojnë probleme, kështu që do bëjmë me këta një marrëveshje që ta votojmë në mënyrë konsensuale.
për ndryshimin e kushtetutës. Nga ana tjetër, për ta frenuar pak Berishën, ajo e thret në SPAK, që të përmbahet pak dhe të pranoj kushtet që do t'i japë Rama në bisedime. Popullit i paraqitet sikur është hapur vërtet një çështje, një aferë nga SPAK-u dhe kjo çështje do të shkojë deri në fund me qëllimin e vetëm që të vihet drejtësia. A shikon kështu ti thjesht siç duket në aparencë kjo, apo ka një bashkëpunim tresh SPAK dhe dy krahët e politikës, përkatësisht Rama dhe Berisha, për të çuar ndryshimet kushtetuese? Jam dakord me ato që thatë juve, por do t'i bëj disa korrigjime në aspektin asaj që thatë ju. E para, marrëveshja Rama-Berisha, këta dy individ, të cilët janë pjellë e Partisë Punës. Pra, këta janë dy individ që vinë nga Partia e Punës. Nuk kemi dy individ me mentalitet të ndryshëm, kemi dy individ me mentalitet njëjtë që vinë nga e njëjta parti. Nuk kanë asnjë ndryshim me njëri tjetrin. Këta dy individ marrëveshjen e tyre e kanë nisur në vitin 2009. Marrëveshje për ndryshimet kushtetuese. Dhe që atëherë këta janë marrëvesh dhe vazhdojnë të merren vesh. Nuk ka asgjë që ndodh në këtë vend në aspektin politik dhe ekonomik të këtij vendi pa marrëvesh ata dy. Për sa i përket dërgimit në SPAK. Dërgimi në SPAK nuk bëhet për të mbajtur Berishën nën kontroll. Jo, sepse ata kanë marrëveshje. Dërgimi në SPAK bëhet për të mashtruar tyja mua dhe gjithë ata tjerë që shohin që shiko, ne jemi armiq dhe ne po e çojmë SPAK të zotërin. Po i hapim 21 janarin. Edhe 21 janari do sfumohet një sepse që 21 janari që të hapet nuk mund të hapet me Berishën. Që për të hapur 21 janarin, nëse duhen të jenë serioz, duhet të hapin me kryeprokurore Nina Rama, sepse ajo e ka mbyllur 21 janarin. Ajo ka futur duart në dosjet 21 janarit. Ajo ka hequr prova nga dosja 21 janarit. Pra, çdo lloj gjykate që duhet hapi një herë mbi bazë si e mbylli prokuroria. Pra duhet filloj me prokurorët çështja dhe pastaj të shkojë te akuzuari. Sepse ka qenë një herë kjo çështje. Dhe këta nuk po e bëjnë këtë, sepse Nina Rama është një njeri i pushtetit, është njeri i cili merret me vetingun. Pra është vetingu i prokurorëve dhe gjyqtarëve. Pra nuk mund ta akuzojnë Nina Ramën për këtë punkt, ata ta hapin seriozisht, sepse atëherë bie poshtë gjithë vetingu. Shiko, të pyes pak se po ta mbaroj këtë logjikën që nisa të saj. Dhe marrëveshja që ka me Berishën ekziston jo vetëm për nevojat e mbajtjes së pushtetit, nuk është problemi i mbajtjes së pushtetit politik. Problemi është që çdo mbajtjes së pushtetit ekonomik, pra çdo lloj gjëllimi ekonomik që ekziston në këtë Shqipëri, të kalojë ndërmjet këtyre dhe njerëzve të tyre, sepse këta e parashikojnë që dikur nesër mund mos e kenë pushtetin. Pra, Berisha është një person i cili e shef edhe më shumë afër mosqenien pushtet se sa Rama, sepse për shkak të moshës. Ai thot nesër mund vdes. Dhe duke qenë se vdes nesër, nuk ka një person i cili mund ta pasojë Berishën në rrugën e tij, sepse familja Berisha nuk është familja Mitsotakis. Pra, e kishte i Mitsotakis i madhi, ala vajzës, Bakojanit, pastaj e ka lot djalit, pastaj ose familja Papandreou. Nuk i kemi këto familje politike në Republikën e Shqipërisë. Pavarësisht se Berisha është munduar të krijojë një gjë tillë, por nuk mundet ta krijojë në Republikën e Shqipërisë dhe nuk e ka krijuar dot këtë gjë. Prandaj e shef largimin nga pushteti tashu, por ama pushteti ekonomik. Çdo gjë ekonomike që gjallon kryesisht këtë Republikën tonë, që nga hyrja në dogana, që nga gjithçka, çdo lloj gjë që hyn, jetë nën kontrollin e këtyre individëve, edhe në rast se këta nesër e humbasin pushtetin në aspektin e votimit, sepse këta e llogarisin humbasjen e pushtetit në aspektin e votimit, por ama ai që kontrollon pushtetin ekonomik, kontrollon edhe pushtetin politik realisht. Dhe vetëm mënyrë që ti përjashtosh ta, nuk është ajo që juve thatë. Prandaj unë kundërshtoj vetëm në pinën që thatë unë do konkurroj. Ju do konkurroni sa të doni. Ajo është dëshira juaja. Po unë po ja them që tashti, juve nuk do fitoni ligjërisht. Juve mund të fitoni faktikisht, pra mund merrni votat e njerëzve, por votat e njerëzve i numërojnë këta. E ke gabim. Dhe jo, nuk e kam gabim në këtë aspekt. E ke gabim, më beso mua që e ke gabim. E di çfarë është Rama që duket ty ka që fuqishëm. Jo, më nuk është çështje fuqie. Ai është një kallam që e di si do bjerë, dorëzohet me një keni për të parë. Nuk është çështje fuqie. Keni për të parë. Nuk është çështje trimërie. Është çështje mashtrimi. Jo, s'është çështje trimërie. Është çështje llogarie, i kam mashtrimi. Jo mund të llogarisni. Këta numërojnë votat. Dhe çfarë do lloj pjesëmarrje? Nuk do guxojnë. Jo. Nuk do guxojnë. Më beso. Ju thoni kështu, atë. Nuk do guxojnë të prekin asnjë votë. Disi do largohet, bile mund të largohet edhe para votimit. Ata i prekën edhe votat kësaj radhe. Pra ata nuk kanë ndonjë gjë pa prekur. I prekën gjitha votat, i prekën gjitha votat. Ndryshon puna këtë radhë. Nuk ndryshon. Më besoni që nuk ndryshon. Nuk ndryshon sepse kanë pushtetin ekonomik. Këta i kanë vjedhur votat nëpërmjet deep state-it. Deep state-i do të kanë vjedhur votat nëpërmjet deep state-it. Po them këta i kanë vjedhur votat nëpërmjet patronazhistëve të tyre që numërojnë votat. Ju ka dhënë lejë deep state-it sepse është një
organizëm që i kontrollon, që është OSB-u diri, që po e ndalovi ai të bllokon. Të thot patronazhistët kanë mbjedhur dhe ti nuk e fituar. Dakord. Tashi ka ardhur koha që kjo do të ndodhë. Më beso. Unë nuk besoj që të ndodhë. Gjithashtu uroj që koha do ta tregoj. Po flasim për atë. Koha do ta tregoj. Son flas kot. Unë jam budalla. Nuk po them që uroj që të ndodhi. Deri më sot ka funksionuar kështu. Dhe unë e shoh çdo lloj pjesëmarrje. Tentuan ta bënin në Bullgari, se bën dot. Është diçka tjetër. Duke në Rumani e bën sepse është komplet diçka tjetër. Në Rumani bën diçka tjetër, nuk bën këtë që në Rumani u bën zgjedhje çik në herë. Në Rumani po ishin bërë sot në Rumani, ishte në ato kushte, nuk do fitonin dot. Në Rumani ishte diçka tjetër. Në Rumani dhe Bullgari ishin diçka tjetër, janë komplet tjetër nga neve, pra ndryshojnë totalisht në aspektin me neve. Në Rumani dhe Bullgari ka klasë punëtore, në Shqipëri nuk ka klasë punëtore. Nuk ka shumë lidhje. Ka lidhje, patjetër. Nuk ka klasë punëtore dhe klasa intelektuale në Republikën e Shqipërisë është vënë në shërbim të pushtetit. Pra, këto dy janë bazat kryesore që ti ndryshosh sistemet. Pa këto dy aty ndryshon dot sistemet. Mos hym në atë se është temë gjatë, se unë kam argumenta të tjera që absolutisht. Por të marrësh pjesë, pra unë e kam parë gjithnjë të marrësh pjesë në sistemin që ta kanë ngritur. I jep legjitimitet sistemit të këtyre. Ndërkohë që Shqipëria ka nevojë për revolucion. Ka nevojë për revolucion në të gjitha format dhe mënyrat. Sepse revolucioni duhet vi jo vetëm për largimin e tyre nga pushteti, po për zhbërjen totalisht të kësaj klase kriminale ekonomike që këta kanë instaluar. Me të gjithë oligarkët që kanë instaluar, ti ke rreth 200 biznesmen të fuqishëm, që quhen të fuqishëm, pra që për mendimin se janë të fuqishëm se kanë punuar me shtetin, punojnë me shtetin, kanë dhënë fondet e buxhetit, kanë marrë peng të Shqipërisë. Dhe në rast se ti nuk vjen, biznesmenët ata që ecin vet pa, dhe në rast se ti këtyre 200 veta nga shteti, 200 veta janë biznesmen, emrat e cilëve dihet se kush janë. Po, pra, ta 200 veta nuk i merr, nuk i var për këmbësh, pra në rast se ti nuk vjen të premtosh ti popullit, ti thua se shiko, unë dua votën nga ana juaj dhe dua që ta mbrojmë të votë. Dhe ju premtoj që me ardhin e në pushtet, këta 200 veta, së bashkë me bëhen diku të rreth 400 ish deputet, a 500 ish deputet, së bashku me 500 prokurorë dhe gjykatës, aq ka gjithë Republika e Shqipërisë, 500 prokurorë dhe gjykatës total ka pasur atë. Kur të vinë pushtet, do t'i varin për këmbësh të sheshit Skënderbej, derisa të nxjerrin edhe metalikun e fundit që ju kanë vjedhur juve. T'ju bjerri nga xhepi metaliku i fundit dhe tregojnë se ku e kanë fshehur metalikun e fundit. Dhe le të ngrihet Evropa, le të ngrihet Amerika, le të ngrihet kush të dojë, Rusia, Kina, le thotë që këto janë antinjerëzore. Ka të bëj. Barrën do ta marrë ai që merr pushtetin. Barra politike, asaj që unë bëj është e imja. Dhe e mbaj unë përgjegjësinë. Por ti çrrënjos përfundimisht vjedhjen, grabitjen, korrupsionin në Republikën e Shqipërisë. Nuk mundet të kesh asnjë dyshim tjetër. E dyta, e treta që kundërshtoj është që edhe sot po ti je president i Republikës së Shqipërisë, ti mund të mos sjellësh ndryshime sepse nuk ke fuqi kushtetuese, por ama si president i Republikës ke fuqi që t'u prishësh punë, t'u prishësh punë këtyre banditëve, pra Ramës, edhe Berishës, edhe të gjithë që janë pas këtyre, që të realizojnë ato që duan të realizojnë. Dhe ajo çfarë është më keq që këta duan të realizojnë, nuk është vetëm mbajtja e pushtetit politik. Është shërbimi antishqiptar që këta janë duke i bërë interesave antishqiptare greke në Republikën e Shqipërisë. Këta kanë nisur një bashkëkomision për rregullimin territorial të Republikës së Shqipërisë. Reforma territoriale. Dhe kjo reforma territoriale që këta bëjnë, po e bëjnë. Kjo ka lidhje me reformën zgjedhore. Po baza është po e bëjnë në këtë aspekt sepse do bëjmë reformën zgjedhore dhe duhet bërë reforma territoriale. Po në realitet është vetëm për të shërbyer Greqisë, sepse me anë të reformës territoriale çfarë duan të bëjnë? Duan të heqin Bashkinë e Konispolit, ta fshin Bashkinë e Konispolit, cila është bashki shqiptare, dhe t'ia bashkangjisin Bashkinë e Konispolit, t'ia bashkangjisin si komunë Bashkisë të Finiqit. Finiqi është bashki minoritare dhe në këtë moment çfarë bëhet? Minoriteti bën lidhje territoriale me Greqinë, sepse nuk e ka këtë lidhje territoriale me Greqinë minoriteti sot në Shqipëri. Pra, kjo është në dëm të integritetit territorial të Republikës së Shqipërisë dhe po justifikohet për shkak se po bëjmë reformën zgjedhore. S'më intereson fare. Pra, të dy këta persona janë vënë në shërbim të interesave antikombëtare shqiptare. Prandaj, këtu ka nevojë për revolucion, në të gjitha format dhe mënyrat e revolucionit. Që nga ai revolucioni me fjalë, me propagandë, deri te revolucioni me armë, po që e nevojshme. Sepse këta janë pushtues. Këta Berisha dhe Rama në këto 30 vite të këtij pushteti që këta kanë marrë, që kanë uzurpuar këtë pushtet. Këta kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë kuinsling të armiqve të Shqipërisë.
Po, mirë, të vazhdojmë me çështjet ndërkombëtare. Ka një mori lajmesh të rëndësishme. Princi kurorës të Arabisë Saudite ka bërë një vizitë mbas vizitës që bëri presidenti Trump në Arabinë Saudite. I ka kthyer vizitën dhe nga $600 miliard që ishte premtuar për të bërë investime Arabia në Shtetet e Bashkuara, tashi është marrë një angazhim për $1 trilion, nuk ka pasur marrëveshje të nënshkruar publikisht. Këto thjesht janë deklaruar nga mediat pranë shtëpisë së bardhë. Njëkohësisht ka filluar të prishet ajo që quhet MAGA ka shenja në Shtetet e Bashkuara, pasi një kongresmene amerikane e shtetit të Georgias, po më kujtohet emri, ish bashkëpunëtore shumë e afërt e Trumpit, Marjorie Taylor Greene. Po, Greene, ka deklaruar që nuk kanë rënë dakord në lidhje me subvencionimin e mbrojtjes ushtrisë izraelite nga ana e Shtetet e Bashkuara, këtë kohë që ka ardhur Trumpi në pushtet dhe mbështetjen që i ka dhënë Izraelit, dhe së dyti në lidhje me çështjen e dosjes Epstein, ku ajo ka insistuar për të bërë publike dhe të bëhet transparencë maksimale dhe Trumpi ka filluar ta quajë të çmendur. Ajo ndërkohë ka filluar të flasë që ka pasiguri për jetën e saj, pra MAGA ka filluar të jap shenja që është duke u shkërmoqur. Ose ajo që quhet Make America Great Again, që për ata që nuk e kuptojnë fjalën MAGA, të bëjmë përsëri Amerikën të madhe, që lëvizja me të cilën Trump erdhi në pushtet para një viti. Nga ana tjetër, koordinatori i paqes që ka, ose negociatori paqes që ka Trumpi, ai Witkoff, thuhet që ka biseduar me atë Dmitriev, përfaqësuesin e Rusisë, dhe Trumpi ka vendosur 28 pika për një marrëveshje paqe pa u konsultuar me Ukrainën dhe me evropianët, ku i jepet Putinit më shumë territor se sa ka pushtuar, i jepet gjithë Luansku dhe Donetsku, dhe ka dhe një serë pikash tjera të cilat Evropa nuk besoj që do t'i pranoj. Si mendoni ju, a mund të ketë ndonjë avancim për të pranuar kjo marrëveshje paqe dhe a mund të shkojë lufta drejt fundit? Trump ndërkohë ka thënë që Krimen nuk duhet ta diskutoni fare, i ka thënë Evropës se ajo tashmë është e Rusisë. Si e mendoni ju që mund të jetë perspektiva e kësaj marrëveshje paqe? Ju prekët shumë gjëra ato që thatë. Le ta nisim nga fillimi. Po. Ju përmendët parat që Arabia Saudite i ka premtuar të japë Shtetet e Amerikës, pra e thatë mirë, është premtim, nuk ka kontrata. 600 miliona premtoi kur ishte Trump. Miliard, tashmë kjo shtuar dhe 400 miliard shkon 1 trilion. Këtu kemi në atë aspektin që quhet pagimi i xhizës. Pra xhizja është në sistemin islam, ai i cili në perandërinë osmane, në perandërinë islame, në sistemin islamik, në botën islame, ai i cili nuk i përket islamit, pra që është fe tjetër, dhe kërkon të ketë mbrojtjen e islamit në territoret që kontrollohen nga islami, paguante një taks e cila quhet xhize. Një takse përcaktuar dhe ti kishe mbrojtjen e islamit dhe të drejtën dhe lirinë për të ushtruar fen tënde në territoret islamike. Tashmë kjo xhize ka ndryshuar, tashmë xhize nuk e paguajnë më vendet jo islamike drejt vendeve islamike në territorin e tyre, po e paguajnë vendet islamike drejt vendeve jo islamike. Pra, këtë gjë bëri edhe Arabia Saudite dhe të gjitha vendet e Gjirit Persik atje paguan xhizen ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shtetet e Bashkuara ju garantojnë ju garantojnë mbrojtjen e kushtetit tuaj. Shtetet e Bashkuara kontrollohen nga Izraeli dhe unë mendoj të Izraeli synon të bëjë Izraelin e madh që do marrë territorë nga Arabia Saudite. Unë nuk besoj që do arrijë deri atje, po që dhe jam në të kundërtën e asaj që u thonë, u them që është Amerika që kontrollon Izraelin dhe jo Izraeli Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka pasur raste që Izraeli kontrollon persona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është Trumpi pra që president, por jo politikën amerikane në tërësi, pra është politika amerikane që drejton politikën izraelite për nevojat politikës amerikane.
Dhe këtë normalisht e bëjnë nëpërmjet kësaj dosjeve Epstein, nëpërmjet gjitha gjërave që ata kanë, gjëra okulte të tjera që kanë organizuar, por edhe MAGA në vetvete është pjesë e atij deep state-it amerikan. Është P. Diddy, edhe dosja P. Diddy. Dakor, po MAGA në vetvete, po ta shohësh, është pjesë e deep state-it amerikan që në kohën e Barack Obamas. MAGA dhe Barack Obama kishin po të thuajse të njëjtën gjë, pra Make America Great Again, kurse Barack Obama erdhi me sloganin Yes we can. Pra është e njëjta ide, e njëjta metodologji. Pra yes we can, pra Amerika sërish bëhet e madhe, yes we can, make America great again. Është e njëjta gjë. Pra nuk ka ndryshim në këtë. Nuk ka ndryshim konceptual. Pa ti ke ndryshim në fjali, po konceptuali është e njëjta gjë. Pra koncepti është e njëjta, atë që bëri deep state edhe këtu. Pra nuk kemi ndryshim. Dhe kanë mbetur e njëjta gjë. Ka ndryshime në perceptimin e bërjes së gjërave. Po baza është ajo, Amerika sërish të drejtojë dhe të mbajë hegemoninë botërore. Pra kjo është qëllimi i deep state-it. Si për MAGA-n, si për kur e kishte Barack Obama, Bill Clinton ose dikush tjetër. Ose Biden, ose diçka tjetër. Ti mendon që Trumpi është në kontroll total dhe me dëshirën e tij jo, është jashtë dëshirës së tij, për shkak të këtyre dosjeve Epstein dhe dosje tjetër. Në kundërshtim me Obamën që ishte një njeri sjell nga deep state-i dhe që punonte si edhe Obama është njëri i dosjeve Epstein. Jo, dakord, po Obama ka ardhur si njëri i deep state-it për të realizuar absolutisht njëri i deep state-it. Kurse Trumpi është jashtë, përpiqet të lodhë shat. Është e pamundur, pra përpiqet, po e ka të pamundur. Dhe vazhdon ti edhe është në kontrollin e deep state-it për shkak të problemeve që ka me këtë që folim dosjen e Epstein e shumë tjera që ka kundërshtuar dhe tash i akuzon të Marjorie Taylor Greene si të çmendur se ashtu dhe asaj rrezikohet edhe jeta. Realisht i rrezikohet edhe jeta, pra duke parë se çfarë ka ndodhur shtetë bashkë Amerikës me ardhin e Trumpit pushtet, pra me vrasje politike të ndryshme, automatikisht nuk përjashtohet mundësia që nesër edhe kësaj të ndodhi diçka. Sepse rrëzon këtë pra pavedije këta njerëz janë duke kundërshtuar deep state-in. Trumpi e nisi si një luftë kundër deep state-it, por po e sheh që nuk mundet. Dhe tashmë thjesht po e mban në lojë. Dhe pjesë e kësaj lojës së deep state-it vim edhe deri tek marrëveshja që Trumpi ka propozuar. Është një marrëveshje për 28 pika që thatë, të cilën Trumpi në bisedën që pati në drekën me princin e kurorës Bin Salman tha që kur e pyeti një gazetar, tha në lidhje me dosjen e deep state-it çfarë do thoni, tha duhet të pyesni njerëz që janë pranë Partisë Demokratike që financojnë si zoti Hoffman tha, i cili ka një ishull të pedofilisë dhe ai tha dhe emrin Little se si e kishte ishulli i vogël. Presidenti i Kolumbisë para një javë mbante një fjalim interesant para popullit të Kolumbi dhe ai quajti këta mua edhe është gjuhësh shumë. Jo, nuk është i Meksikës është gjuhësh, jo i Kolumbisë. Ose ka gruan, nuk e di ka një lidhje. Nuk e di, po presidenti i Meksikës është çifute, kurse presidenti i Kolumbisë jo, mund të ketë gruan, po ai vet jo. Dhe hapi fjalimin e tij para popullit në Kolumbi, duke thënë që një klan pedofilësh po duan të rrëzojnë demokracinë në Kolumbi. Edhe është e vërtet. Kolumbia është shumë e lidhur me Shtetet e Bashkuara. Absolutisht është e lidhur. Në ndryshim nga Venezuela. Në të gjitha format dhe mënyrat është e lidhur. Trumpi para 2 ditësh autorizoi CIA të ndërmarrë veprime represive sekrete në Venezuelë. Edhe e ka CIA ka autorizuar realisht autorizimin dhe për këtë ka ardhur që në momentin që ka ardhur në pushtet. Realtimi zyrtar, firmosja zyrtare ka ndodhur në momentin që ka ardhur në pushtet Trumpi. Tashmë është bërë publike. Por realisht ka filluar që atëherë. Janë kapur edhe disa grupe të akuzuar si njerëz të CIA-s në Venezuelë. Edhe kjo është Maduro ka pranuar të jap dorëheqje, po Shtetet e Bashkuara nuk e kanë pranuar që të vendosë vendin e vet. Është një bisedë shumë e gjerë, e cila funksionon që nga krijimi i kësaj Trendelagua, pra që është ky grupi. Ky Trendelagua është një grup i formuar në vitin 1980 ca nga CIA. Për kontrabandën e drogës nga Venezuela në drejtim të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe është kontrabandë e nxjerrë publikisht nga DEA. Pra DEA e ka bërë publike këtë kontrabandë, ka akuzuar oficerë të CIA-s me emër dhe mbi emër për këtë gjë.
Po dihet që cia me parat e drogës mbahet. Dakor, po kjo është faktike. Kjo është faktike, pra. Kjo është faktike që ka bërë. Dhe tashmë po përdorin të njëjtën gjë që kanë krijuar atëherë, që e bën pra, dhe po e përdorin tash. Siç krijuan ISIS-in atëherë dhe pastaj fillon të njëjtat gjëra janë pra. Në lindjen e mesme krijon organizata terroriste, kurse në Amerikën Latine këta krijon organizata që kanë lidhje me drogën. Kontrabandiste. Pra, është i njëjti mentalitet, e njëjta ide në koncept, vetëm se ti je emër terrorist, ti je emër kontrabandist, pra. Ka asgjë për të arritur qëllimet e tua politike hegemoniste që ti kërkon të arrish. Pra, kjo është e gjitha. Kurse për sa i përket asaj propozimit të Trumpit, për 28 pika, është një propozim i cili e para, edhe pse Ukraina nuk e pyet kush në këtë rast, nga Ukraina nuk është pranuar totalisht, por nuk pranohet as nga rusët, për arsye se përveç asaj, pra çka kanë bërë, është si puna e asaj karrotës dhe shkopit. Pra, në fillim i ofrojnë rusëve atë që mund t'ju pëlqejë rusëve, pra, ju japim Luganskun dhe Donetskun. Lugansku dhe Donetsku janë dy republika, së bashku me Khersonin dhe Zaporizhën, të cilat janë pjesë e kushtetutës ruse. Janë rusisht folse, shumë absolutisht. Aktualisht janë pjesë e kushtetutës ruse. Pra janë pjesë e federatës ruse. Janë shpallur. Janë shpallur. Dhe ato ja dhe apo nuk ja dhe? Ushtria ruse ka detyrim ligjor aktualisht ta marrë territor, që është pjesë e kushtetutës. Dhe kjo, dhe por ti duke afruar rusëve këtë, ç'a bën? I afron këtë dhe katër pikat e tjera flasin që duhet të ndalet lufta. Në kushtet e pushtimit këto. Po në këtë ofertësh duhet të ndalet lufta, thotë, dhe rusët duhet të riqen nga Sumi dhe nga Kharkivi. Rusët nuk mund të riqen nga Sumi dhe nga Kharkivi, sepse edhe Kharkivi është rusofolse, është e banuar me rus. 50%. Dhe përse, ore shiko ata janë këto shifrat që neve themi 50-40%, e kemi totalisht gabuar. Ukrainasit me përjashtim të Galicias, të cilët janë polak, gjithë pjesa tjetër janë rus. Janë rus të ukrainizuar në një projekt të çmendur të Leninit, i cili vendosi të ukrainizonte, formoi Ukrainën dhe vendosi të ukrainizonte. Është i njëjti projekt i çmendur. Ka qenë pjesë e Rusisë gjithmonë, ajo, bile ka qenë Rusia e vjetër është e njëjta ideologji që po bëhet sot në Kosovë. Pra që mbas marrimit të luftës Kosovë, çka ka nisur? Është e njëjta ideologji e këtij deep state, sepse edhe në atë kohë funksiononte ky deep state. Dhe deep state atëherë donte të ukrainizonte rusët dhe i ukrainizoi rusët, aktualisht kemi këtë. Kurse në Kosovë çka ka nisur? Pas marrimit të luftës kemi kosovarizimin e shqiptarëve në Kosovë. Pra krijojmë idenë e kombit kosovar. Dhe nesër, mos u çuditni kur shqiptarët dhe ky kombi kosovar i krijuar në këtë aspekt, pra këta shqiptarët e kosovarizuar, pas 20 vitesh. Dardanët janë i lirë. Shqiptarët janë i lirë, janë alban. Pra albanët dhe dardanët janë i lirë. Dhe tashmë këta i lirët po i ndajmë në kosovar dhe në shqiptar. Dhe këta të kosovarizuarit nesër, pas 20 vitesh, 30 vitesh, do shpallin luftë shtetit shqiptar për t'i marrë territoret i, sepse do thonë që Rafshi Dukagjinit është Dukagjin dhe i përket Kosovës, nuk ju përket juve, është joni, na e keni marrë juve. Dhe do duan dalje në det, dhe do vinë deri në Shëngjin. Është e njëjta gjë që kur të luftoj Shqipëria me Kosovën, ashtu është dhe Rusia me Ukrainë. Luftë civile, kjo që po ndodh. Luftë civile. Kjo që po ndodh sot, mos u çudisni që në rast se do të kemi këta njerëz që përmendën pak më parë, edhe këtë deep state, pas 30 viteve do të ndodhi këtu Shqipëri-Kosovë. Ti jeni të bindur për këtë punë. Shiko, un po përkthej një libër. Ja, dhe vetëm marrë. Prandaj ky plan i paqes është i dështuar sepse as rusët nuk e pranojnë, sepse si thash rusët nuk të riqen nga Sumi dhe nga Kharkivi dhe këto për arsye se janë territore të cilat i duan patjetër dhe po vazhdojnë të shtyjnë territorin e tyre sepse ka të bëjë me çështjen teknike ushtarake. Në aspektin që kufiri është këtu dhe aktualisht po luftohet në territoret e Kharkivit tu, por duhet që këto territoре shkojnë 75 kilometra, po që të shkojë 75 kilometra nga kufiri. Duhet ta marrë qytetin e Kharkivit. Pse duhet shkojë 75 kilometra nga kufiri? Sepse krijohet kjo tampon zona dhe 75 kilometra ti e mban larg çdo lloj rakete me rrezet të mesme dhe të shkurtër veprimi, edhe artilleri me rrezet gjatë veprimi. Pra, nuk rrezikohet më që territori rus të goditet nga kjo. Në rast se ti e lë këtë aty ku është 30 kilometra, 20 kilometra, atëherë këto raketat me rrezet të shkurtër dhe rrezet mesme veprimi godasin brenda territorit rus. Prandaj për çështje teknike ushtarake, ato ta shtyjnë këtë tampon zonë dhe nuk mund ta tërhiqen trupat dhe as mund ta lejojnë dhe as mund ta ndalin aty ku është. Pra është çështje teknike për të cilën ata nuk mund ta bëjnë asnjëherë sepse në rast se do ta bënin, është tradhti nga ana e Putinit dhe nuk e bën dot Putini më këtë gjë. Si mendon ti, Dritan, mund të ndalet
lufta, po do të vazhdojë. Lufta nuk do ndalet, lufta do të vazhdojë në 2020 edhe në 2026. Shumë me proxy war do luftojë Evropa, apo do të vetë? Jo, Evropa nuk hyn dot vetë në luftë, sepse Evropa ka dëshirë të fitojë, por nuk është e gatshme të rrezikojë për fitoren. Pra, që ti janë dy gjëra. E para të dëshirosh të fitosh, dhe e dyta të kesh vullnet të fitosh. Të dëshirosh dëshirë ta shprehësh dhe këtë që bën Evropa nëpërmjet proxyt. Të kesh vullnet, do të thotë që ti ta angazhohesh direkt. Evropa nuk ka asnjë kapacitet që të angazhohet direkt në luftë kundër Rusisë. Sot, sepse nuk ka kapacitete të rekrutimit. Vullnet do të thotë dëshirë dhe mundësi. Domethënë duhet të kesh dy. Dëshira ekziston, por vullneti nuk e ka. Vullnet nuk e bën dot, se s'ka asnjë lloj mundësie që ta bëj këtë. Pra është e pamundur, sepse sot luftrat janë industriale. Pra kemi kaluar në një epokë të re, kemi kaluar në luftrat industriale. Dhe këto lufta industriale bazohen mbi bazën e industrisë që ti ke, sa prodhon ti për nevoja ushtarake, sa në ban ti. Ka konflikt midis Gjermanisë dhe Francës në lidhje me mbrojtjen ajrore. Jo vetëm midis Gjermanisë dhe Francës. Gjermania nuk ka konflikt edhe me Francën, ka konflikt edhe me Poloninë aktualisht. Sepse Gjermania me planin e saj që ka shpallur për i bërjen e Gjermanisë së madhe, pra riarmatosen kështu, polakët po kundërshtojnë dhe po thonë që jo, sepse mund të kemi probleme nesër me Gjermaninë. Pra ne kemi probleme të mëdha në Evropë, të cilat mund të sjellin nesër daljen e Gjermanisë nga NATO. Për të bërë të riarmatim. Përmende Deep State-in. Unë në konceptin tim, Deep State-i është një fuqi e padukshme nëntoksore nëpërmjet zotërimit të shumë allkave të pushtetit, të cilat devijojnë interesat demokratike ose interesat e shumicës. Deep State për mendimin tim nuk ka vetëm në Londër dhe Deep State-i është i ngritur kudo në çdo vend që City of London të sundoj të gjitha çdo vend ka Deep State-in e tij. Ja të marrim Shqipërinë. Mirë, dakord. Sot edhe Shqipëria ka Deep State-in e vet. Pra këta oligarkat që një grup i ngushtë i këtyre oligarëve, nga këta 200 që folëm, 5-6 prej tyre sot dirigjojnë gjitha politikat ekonomike dhe politike të Republikës së Shqipërisë për interesat tyre. Po, unë tani sa që pari, po përkthej një libër i cili është i Solzhenitsynit, i nobelistit të madh, i cili ka shkruar një libër shumë interesant, 200 vjet bashk. Dhe ka analizuar 200 vitet e fundit, ai e ka shkruar librin vitet 1970, pra para 50-60 vjetësh, dhe ka analizuar nga viti 1700 deri në atë periudhë kur u shkruajt libri dhe ka referenca pafund që të mos e akuzojnë për antisemitose. Dhe aty duket qartë që ka një betejë të madhe se ashkenazint ose çifutët e lindjes, të cilët dikur kanë pasur atë perandorinë e Kazarisë, që e kanë qeverisur në mënyrë shumë liberale, ku bashkëjetonin në qytetet kryesore të tyre si Atila ose edhe qytetet tjera në shekujt e 9, 10 dhe 11, kur u prish kjo perandori, sundoheshin nga Kagani i Madh që quheshe, ose mbreti i Kazarëve, të cilët mendohet që kanë qenë një racë turqisht të bardhë, por që elitën e vetë e kishte çifutët të ardhur nga koha e prishjes Babilonisë, e largimit nga Babilonia të çifutëve në kohën e Kirit dhe Nabukodnosorit në vitet 500 para Krishtit. Ata u ngjitën një pjesë e madhe e tyre dhe u vendosën në mes detit Kaspik dhe detit të Zi, në zonën mbi Armeninë dhe Azerbajxhanin. Dhe pasaj dora dorës duke marrë pushtet ekonomik, i kthyen, i konvertuan këta turq pagan, i kthyen Jewish. Dhe kjo perandori u shkatrua më pas nga Varangianët, ose një nga bërthamat e rusëve, të cilët kanë ardhur nga Norvegjia dhe nga qendra e tyre e parë në veri të Rusisë, që është Nizhni Novgorod, dhe në vitet 950 pas Krishtit, të erës tonë, ata kanë filluar dora dorës duke e prishur këtë perandori dhe më vonë komunitetet Jewish u vendosën në ato që quhen pale, që janë këto vendbanimet e tyre të izoluara. Mirë po, si që tregon dhe Solzhenitsini me shumë saktësi, ata filluan të kapnin industritë ndryshme, si që ishin industritë dërstile që prodhoheshin alkool, duke alkoolizuar dhe duke shfrytzuar rastin që këta
e kishin qef alkoolin dhe mishin për shkak edhe të temperaturave të ftohta që janë në Rusi, duke futur gjithë popullin rus drejt alkoolizimit dhe duke ngritur taverna dhe duke filluar të merrnin peng për pagesat e këtyre pijeve që ju jepnin gratis kur ata nuk kishin lek, duke filluar të ju merrnin peng shtëpitë, tokat dhe të tjera. Dhe në këtë kohë kanë lindur pogromet. Pogromi parë ka qenë rreth viteve 1650, ju dhe hequr nga një kozak në Ukrainë dhe janë vrarë sipas disa burimeve rreth 350.000 gjuish. Më pas ka pasur programe të tjera në Poloni, në Odesa, në çik më pak, në Shën Peterburg, në zonat më në lindje drejt Moskës, ku ata filluan të shtrieshin dhe madje ata akuzojnë që pranë edhe një car, që është car Aleksandri II, i cili quheshe cari Libertador ose çlirus, pasi hoqi sistemin e bujkrobërisë. Mirë po, për shkak se nuk i ishte kufizimet mbi gjujshët e Rusisë, që ishin komunitetin më i madh i çifutëve në botë, ky u vra dhe në këtë kohë filluan të kishte përsëri pogrome që asnjëherë nuk u pranuan nga familja cariste dhe këta krijuan pasaj dora dorës kontrollin e partive të majta, duke arritur të shpërthenin revolucionin e shkurtit të 17-s, revolucionin e qershorit dhe revolucionin e shtatorit, kur erdhën bolshevikët dhe u kryen masakrat të mëdhaja të pafundme ku vran 50-60 milion rusë në për gulagët, ndërtuan është një shifër e pashur bëjt. U ndërtuan 13 gulagë të mëdhenj, 12 prej cilave i drejtonin komisarët Çifut, dhe ku Trotski mbahet një nga kriminalet më të mëdhenj, i cili ishte gjuish. Po shikojmë që të njëjtin mbështjellje të gjarprit të gjuishit që bën të Rusisë, filluan ja bën Amerikës, duke ngritur dhe atje Deep State-in, ku këta janë pika kryesore e fuqisë së Deep State-it, që kontrollojnë dhe vendimarrjet e presidentëve të cilët kërkojnë të largohen nga dëshirat e Deep State-it, nga interesat e Deep State-it, vran një president, siç ishte presidenti i parë katolik Kennedy, duket që edhe Trumpi përpiqet të lodhë sham me ta si shtam, por e ka të pamundur, pasi këta kontrollojnë një pjesë të madhe të Senatit, këta kontrollojnë një pjesë të madhe të Kongresit, ku shumica e anëtarëve të Kongresit dhe Senatit janë me 2 pasaporta dhe kur janë bërë intervista në shumë prej tyre kë vlerësoni si pasaport të parë, kanë thënë që vlerësojmë pasaportën e Izraelit edhe pa qenë gjuish, shumë kongresmen në pra, e njëjta gjë nëpërmjet ndihmës së gjujshve erdhi Mao Zedongi në pushtet, që kjo është një temë vete, po duash e bëjmë ndonjëherë temë vete, dhe Partia Komuniste Kineze dora dorës ka filluar të bjerë në influencën e gjujshve. Në Shqipëri u bë një marrëveshje që unë mund ta quaj një marrëveshje tradhtie ndaj Erdoganit, sepse ka tension midis Izraelit dhe Turqisë në Siri, sidomos, dhe ka përpjekje të mëdha të Izraelit për ta dezintegruar dhe për ta ndarë Turqinë në 3 pjesë, në Kurdistan, në Turqi të Bardhë dhe Turqi të Zezë, përkatësisht me kryeqytetet Stambollin dhe Ankaran, sipas renditjes që i thash, dhe duket sikur ky gjarpër i madh që është në gjendje të gëlltisë dhe krokodila të mëdhenj, siç ishte Rusia, siç është Shtetet e Bashkuara, siç po revizohet Kina, tashi së fundmi ata kanë marrë gjithë biznesin në Tajland, një vend me të ardhura për frymë Izraeli, rreth 50.000 euro për frymë, 52.000 euro, që është një shifër e lartë, një vend që ka një territor 1% të vendeve myslimane dhe një popullsi më pak se 1% të popullsisë të vendeve myslimane në rajon që shtrihen që nga Atlantiku në Afrikën Veriore dhe deri në Indonezi dhe në Malezi, në Oqeanin Indian dhe në detin e Kinës, me 9 milion banor, me 520 miliard dollar GDP-n,
është një fuqi e madhe, po këto janë vetëm ato pak që deklarohen, pasi bankierët gjuhësh, siç janë Rothschildët, që e kanë si pronë, mund të themi, Izraelin kanë një fuqi të jashtëzakonshme të madhe financiare, botërore, dhe që e furnizojnë me burime dhe me asete sekrete Izraelin, sidomos në drejtim të fuqizimit të saj ushtarak, përveç donacioneve ushtarake edhe $3 miliard çdo vit që i ka dhënë, të paktën sipas deklaratave, i kanë dhënë Shtetet e Bashkuara. Njëkohësisht, që të mos zgjatem shumë në pyetjen time dhe në këtë shpërfaqje të situatës që po bëj para se ju të përgjigjeni, ka një marrëveshje të ngushtë midis Azerbajxhanit, i cili u ndihmua nga Turqia për fitoren e atyre territoreve të Nagorno-Karabakut, ku u ndihmua me inteligjencë ushtarake dhe me armatim, duke i bërë dhe një sfidë Rusisë, e cila mbronte nga ana tjetër të krishterët armen, dhe Azerbajxhani pothuajse ka filluar t'i kthejë shpinën Turqisë, ku rrëzua dhe një avion para pak kohësh, që nuk mund të jetë bërë thjesht me një inteligjencë tuaj pa dijenin e inteligjencës së Azerbajxhanit, dhe që ishte një sfidë që u bë Turqisë, dhe njëkohësisht dhe Shqipëria, e cila ka pasur një lidhje historike nëpërmjet Islamit, nëpërmjet historisë së përbashkët me ato ulje-ngritjet, me gjakderdhjet, me luftrat me njëri tjetrin, me paqen, me bashkëpunimin, me përfitimet e përbashkëta për 500 vjet, dhe me një popull me shumicë myslimane nga origjina, nuk them nga praktikimi, dhe me lidhje territoriale më të afërta me Turqinë se sa me Izraelin, me të cilën në ndan deti e Gjedh dhe deti Mesdhe. Si e shpjegon ti këtë kthim të shpinës, ku janë bërë 3 marrëveshje që janë botuar në fletoren zyrtare midis Shqipërisë dhe Izraelit, që Shqipëria do t'i blerë disa armë të cilat duken jo adekuate, jo të përshtatshme, duke u nisur nga çmimi, duke u nisur nga fakti që do të jenë të hapura në terren dhe ne s'kemi logjistikë ajrore që të mbrojmë këto armë, sepse ka pasur artilleri në kohën e Enverit, për shembull, gjithë zona e Linzës ka qenë me topa 130, kalibri 130, të cilat ishin në gjendje të godisnin disa kilometra brenda detit dhe mbroheshe nga ana e perëndimit që mos kishte goditje nga NATO ose Italia, dhe këto topa janë të mbrojtur sepse janë të futura për tunele. Kurse këto do të jenë topa të cilat do jenë të lëvizshëm, do të jenë në territor dhe në çdo moment mund të jenë të goditur, mund të goditen shumë kollaj nga dronët të ndryshëm dhe mund dalin jashtë funksioni. Njëkohësisht Izraeli po përpiqet të militarizojë industrinë shqiptare, duke ringjallur ato fabrikat e vjetra për të prodhuar dronë. Ky fakt që Shqipëria po hyn në këto meselerat e luftës dhe po rreshtohet si një vend aktiv kundër interesave të Rusisë, e cila nuk e shikon me simpati Izraelin në veprimet e saj politike, sidomos në rrëzimin e Asadit së bashku me Turqinë, por dhe në çështjet ambicjet e saj për të bërë Izraelin e madh që të kontrollojë mundësisht të gjithë botën, duke futur në këtë lloj tensioni me Rusinë dhe si një vend të skalioneve në mos të parë, të dytë mbas Britanisë, Gjermanisë dhe Francës, mund të futë Shqipërinë në një rrezik, dhe a ka rrezik Turqia që të shkatrohet nga ky lloj zinxhiri, nga ky lloj rrethimi sanitar që po i bën Izraeli? Parashikon ti që mund të ketë ndonjë konflikt ushtarak midis Izraelit, ku mund të përfshihen dhe fuqitë e mëdha, dhe a mund të ketë rrezik Shqipëria në rast se mund të ketë ndonjë goditje bërthamore, sepse Rusia është e paaftë të bëjë një luftë Rusia është e paaftë nëse hapet një luftë botërore në Ukrainë nga Franca, nga Britania, kryesisht Franca dhe Gjermania, dhe Polonia dhe vendet e tjera të Ballkanit, Rumania dhe Bullgaria. Rusia
mund të mos jetë aftë të përballojë një front kaq të madh lufte me këto vende dhe mund të kalojë në atë që ka superioritetin e vet, që ka armë taktike bërthamore, po dhe armë strategjike bërthamore. Si e mendon ti, ka ndonjë rrezik që mund të ketë një goditje bërthamore dhe a mund të jetë ky një plan i përbashkët ku mund të jetë dhe Putini i futur? I përzihet shumë gjërat. Po. Folet për disa dëshira që janë të tuajat, por nuk guxojnë as izraelitët dhe as rusët i mendojnë këto që më thatë. Nuk janë dëshira pa. Janë mendime, por nuk janë të realizueshme. Atëherë, le të fillojmë me kjo. E para, Shqipëria e futur në këtë lojë, Shqipëria është pjesë e kësaj loje sepse e gjitha ju çfarë po shihni ju po thatë një kordon sanitar rreth Turqisë. Nuk ka asnjë kordon sanitar rreth Turqisë nga Izraeli. Turqia dhe Izraeli janë bashkë në të gjitha ato çfarë bëjnë. Pse janë bashkë? Janë bashkë sepse Turqia sotme ka interesat e saj territoriale në Siri, interesat territoriale në Siri të cilat nuk mund t'i arrinte pa ndihmën e Izraelit dhe i kanë arritur me miratimin e Rusisë, nuk kanë arritur asgjë pa miratimin e Rusisë në Siri. Rusia nuk mund të vazhdonte të mbështeste më regjimin e Asadit në mënyrën kur Asadi nuk ishte i gatshëm të luftonte për pushtetin e tij, pra gjithë ushtria e Asadit nuk pranoi të luftonte dhe në vitin 2023 ushtria ruse i ka bërë një ofertë të pastër dhe të qartë Asadit për riorganizimin e ushtrisë siriane dhe ringritjen e saj nga e para në nivele të tilla që mund të ballonte veten dhe Asadin e ka refuzuar ofertën e Rusisë, pra gjitha shpenzimet ishin të Rusisë dhe nuk pranoi të mbante ato ushtrisë që e kishte ashtu siç e kishte ngritur. Ka dashur ta mbante lirë edhe nga Rusia Sirin. Nuk besoj se ka dashur të mbante lirë, por nuk donte investime sepse e shifte që edhe njerëzit e rrethim nuk ishte donin Asadin. Pra ishte një pushtet i cili duhet binte dikur dhe e la deri të binte. Rusisë nuk interesonte të hynte në luftën. Pra çdo lloj veprimtarie që ka bërë Turqia dhe Izraeli në territorin e Sirisë e kanë bërë me leje dhe me dieni të Rusisë, jo pa leje dhe pa dieni të Rusisë. Dhe këtë e përcakton që ton tezën që janë bashkë. Absolutisht, jo në këtë aspekt, pse janë lënë me këtë, nuk janë bashkë. Pra, Rusia nuk do luftonte për Asadin, ndërkohë që Asadi nuk luftonte vetë. Pra, kur ushtria siriane filloi të dorëzonte armët, ushtria ruse nuk do luftonte për ta. Pra, është e qartë dhe shumë e thjeshtë. Dhe e dyta, përse ushtrisë ruse i duhej mbyllja e këtij fronti, sepse ushtria ruse ka hapur një front tjetër, Rusia ka hapur një front tjetër në Afrikë, në zonën e Sahelit. Dhe nuk mund të përballonte 3 luftra njëkohësisht. Është duke bërë luftë atje ushtria ruse në Sahel kundër grupeve terroriste që financohen nga perëndimi dhe të ngritur nga perëndimi. Të njëjtën gjë do vazhdonte të bënte edhe në Siri, të njëjtën është duke bërë edhe në Ukrainë. Pra 3 luftra nuk i përballonte dot. Duhej njërin ta mbyllte. Dhe u ra me marrëveshje dhe u mbyll kjo. Asadi fluturoi atje ku fluturoi iku. Turqia dhe Izraeli morën territoret që do merrin në Siri dhe Turqia dhe Izraeli janë bashkë në Siri. Turqia ka dërguar trupa edhe në Venezuelë. Nuk ka dërguar trupa në Venezuelë, janë vetëm këshilltar ushtarak. Trupa luftarake nuk ka. Trupa që luftojnë aktualisht luftojnë ka vetëm në Sahel, në Afrikë. Këshilltari ushtarak është komplet tjetër gjë. Jo ka dërguar dhe anije luftarake. Jo, pra anije luftarake janë anije rotacionit janë anije jo të stacionuara në Venezuelë, janë anije që janë pjesë e plan programit vjetor në bashkëpunim me marinën venezueliane. Pra nuk janë të stacionuara të përhershme atje. Edhe Kina më atë ka dërguar. Janë pjesë e këtij plan programi, të këtij plan programit stërvitjes të këtyre 3 shteteve në zonën e Karaibeve. Është një plan program vjetor i paraqitur e gjën edhe është publik. Ku aty ndodhet aeroplan mbajtja më e madhe në botë amerikane. Nuk ka të bëjë aeroplan mbajtje tashmë kanë kaluar në një fazë të dytë me kapacitet ushtarake që kanë, se po dalim nga tema, me kapacitet ushtarake që ka sot Kina dhe Rusia. Dhe kapacitetet raketore aeroplan mbajtëse sot nuk kanë asnjë farë vlere. Për këtë arsye rusët kanë vendosur që të mos kenë aeroplan mbajtëse, dhe ato aeroplan mbajtëse që e kanë vendosur ta çojnë vitin që vjen për scrap, sepse aeroplan mbajtëse nuk ka asnjë vlerë. Sepse ata parashikojnë që siç kanë bërë ata raketa hipersonike antidetare, nesër edhe Amerika do ta zhvillojë një tillë dhe ti çfarë do lloj aeroplan mbajtëse në çfarë do lloj vendi të botës ta kesh nuk ka asnjë lloj vlere, sepse s'ke mundësi kundërajrore për të mbrojtur nga kjo. Për këtë arsye janë shpenzime të kota të pavlera. Një aeroplan mbajtëse mund të shkatërrohet nga një dron. Absolutisht, një dron i fuqishëm, prandaj është e pavlerë më ky shpenzim. Pra këta rusët i kanë rënë kësaj llogarie. Kinezët dhe amerikanët vazhdojnë të ndërtojnë aeroplan mbajtëse për nevoja të pushtetit ekonomik dhe për nevoja të fuqizimit të këtyre oligarkëve dhe të këtij pushtetit që mban këtë pushtet. Në mënyrë rajonale më shumë se absolutisht nuk ka në luftë madhe nuk kanë asnjë vlerë, ato kanë mbaruar. Për këtë arsye. Dhe Rusia është një luftë, është një fuqi toksore dhe jo fuqi detare. S'ka qenë kur fuqi tekstare detare, është fuqi toksore. Dhe për sa i përket një lufte që në rast se angazhohet Evropa, me çfarë do lloj armat, me çfarë do lloj kapaciteti angazhohet Evropa për të sulmuar Rusinë, edhe në Ukrainë nuk e fiton dot luftën. Rusët aktualisht janë ushtria më e fuqishme dhe më e përgatitur sot për luftë, dhe më e gatshme për luftë në të gjithë botën. Aktualisht kanë
3 milionë e gjys personel me eksperiencë. Them që e ke gabim. Jo. Unë mendoj. Mirë, unë ta jap edhe nga ana teknike sepse është çështje teknike dhe kjo. Evropa ka 700 milion banor. Evropa le të ketë 700 milion. Evropa i mobilizon shumë shpejt. Evropa nuk mobilizon dot asnjë, sepse Evropa po mundohet ta çojë, sepse këtu është problemi i Evropës, që nuk e duhet ta kuptoni shumë thjesht. Evropa ka ndryshuar në mënyrë demografike. Nuk është më Evropa që ka qenë para 30 viteve. Sot po ta shihni në Bashkinë e Brukselit janë gjys për gjys arabët me belgët. Dhe është parashikuar që në 5 vitën e ardhshme e kalojnë me 2 këshilltar arabët, këshilltar dhe arabët nuk kanë për të vajtur për të luftuar kundër Rusisë sepse i teket mëse dhe prandaj duan evropianët sot brenda këtyre 5 viteve të bëjnë luftë me Rusinë sepse brenda këtyre 5 viteve ata mund të angazhojnë njerëz. Kurse pas 5 viteve në Belgjik, në Francë, në Gjermani, në Luksemburg, në Holland nuk kanë më kapacitet angazhim sepse nuk e kanë më ata pushtetin. Pushtetin e marrin, është kjo lëvizje demografike që ka ndodhur, e marrin arabët pushtetin, totalisht në Evropë. Nuk angazhohen më ata në luftë që shkojnë të bëjnë luftra sepse i teket do t'i dërgojnë arabët në luftë, do vritin në territor. Asnjë s'ka për të vajtur dhe asnjë s'ka për të dërguar. Prandaj po mundohen ta bëjnë sa më shpejt. Dhe ti mund t'i kesh, ti mund t'i angazhosh 700 milion banor, po ti nuk i çon dot 700 milion banor në luftë. Aktualisht si ta thash, Rusia ka 3 ka GDP-n 26 trilion dollar. GDP-ja e bëhet mbi bazë këtu 26 trilion, bëhet mbi bazën e tregtisë. Ajo është GDP 0. Po të shohësh atëherë ta marrim, ti merre GDP-n sa të duash, 26 milion, 30 milion dollar dhe te juve merrni dhe krahasoni GDP-n e Rusisë, e cila thoni është sa Spanja. Po shifni prodhimin. Pra baza është industria. Ajo çfarë ti prodhon. Në momentin që ti s'prodhon asgjë, ti nuk ke kapacitet të bësh asgjë. GDP-ja është falso dhe është mashtrim totalisht. GDP-ja është një mashtrim që e kanë shpikur amerikanët pas luftës dytë botërore për të mbajtur të gjithë pushtetet e tjera, të mbajtur Evropën dhe gjitha vendet e tjera nën pushtetin e tyre dhe është e bazuar mbi dollarin amerikan I cili I ngteket nesër një pas. Europa e ka patur më të madh GDP në vitet 70. Le ta kesh më të madhe. E bazon mbi dollarin amerikan. Në momentin që këtij dollari I bie hegemonia, kjo GDP-ja jote brenda natës mund shkojë nga 26 mund shkojë me vlerën 12, pra s'ka asnjë vlerë as bëhet 0, sepse e bazon mbi tregtin, nuk e bazon mbi atë çfarë prodhon. GDP-ja bazë reale, e cila mëson çdo kush në ekonomi, në vitin e parë të ekonomisë është baza industriale dhe prodhimit dhe baza që qytetari sa mund të blej para qytetar, sa mund të blej me paratë që merr. Pra kjo është fuqia e GDP-s. Çdo lloj tjetër që bazohet mbi tregtia është GDP reale. Ajo është falso për të mashtruar dhe për të thënë që ne jemi të fuqishëm. Jo, nuk janë të fuqishëm, sepse sot me këtë GDP-n që ka Evropa, e dini sa tanke ka prodhuar Evropa? Ka shumë lidhje GDP-ja me merkantilizmin, ka të bëjë sepse GDP-ja ka GDP-ja ata e bazojnë mbi tregtin, nuk e bazojnë mbi të ardhurën e tregtisë. Nuk është mbi, ajo thot mbi prodhimin vendas, po mbi këtë prodhim fusin e tregtin, nuk ka prodhim vendas. Ja po ta them. S'ka lidhje tregtia, ka lidhje prodhimi I kompanive vendase jashtë. Po jo, pra jo kompanive, jo, duhet të ketë prodhimi brenda, jo jashtë, prodhimi brenda është ai, jo prodhimi jashtë. Prodhimi jashtë nuk ka vlerë në këtë. Po jo, pra jo kombëtare që krijojnë GDP. Po që krijojnë nga këto shitjet, nga kjo tregtia që ti bën edhe jashtë. Prandaj kanë futur edhe jashtë. Ndërkohë që ti thua GDP-ja prodhimit brenda dhe futet e kompaninë që është e jotja po që është regjistruar në Kinë. Po s'është pra jo. GDP-ja është kur ne prodhojmë këtë, ka një kosto. Kur kjo shitet ti mund të marrësh një tatim këojm prap në të mos largohemi nga tema, sido që ti to torat kombëtare nuk kanë asnjë vlerë të Evropës për arsye se për një vit Evropa ka prodhuar 0 tanke të reja. Gjithë Evropa së bashku, 0 tanke të reja. Po ka që jo më ka prodhim se ka Evropa. Nuk është çështje paraje. Por e duhet kuptoni, kanë 90% të parave të botë. Paratë e dynjas, ti nuk ke kapacitetin njerëzor të prodhosh. Edhe luftën ti mund të kesh pazat sa duash, luftën e bën njeriu, nuk e bën teknologjia. Kapacitete intelektuale më të mëdha ka aktualisht Rusia ka kapacitete më të larta intelektuale, ka kapacitete më të larta intelektuale se gjithë Evropa. Më cilësore në botë janë në Evropë, kanë qenë dikur para 200 viteve. Rusët aty kanë studiuar. Para 200 viteve, asnjëherë para 200 viteve. Para 200 viteve. Evropa ditë luftoi. Evropa nuk ditë luftoi. Evropa në të gjitha luftrat që ka bërë I ka humbur. Nuk ka ditur të bëjë asnjë luftë dhe nuk ditë bëj asnjë luftë. Mjafton të shohësh edhe kush ka luftuar bajonet me bajonet si evropian asnjë tjetër. Gjithë bota ka luftuar në atë bajonet me bajonet. Gjithë bota ka luftuar sepse ashtu ka qenë derisa kaloi në industrinë tjetër ushtarake, derisa erdhi prodhimi I mushqetës, derisa erdhi prodhimi I armëve më teknike, derisa erdhi prodhimi I armëve të motorizuara, pra gjithë kjo ka ndryshuar janë ndryshime që kanë ardhur me çështjen e industrisë. Nuk ka asnjë kapacitet sepse nuk ka asnjë fuqi të madhe sepse sot siç ta thash ti ke në Rusi, ke një fortë ta mbaroj. Ka luftë botërore. Nuk ka luftë botërore. Asnjë ditë s'ka për të pasur luftë botërore. Kjo luftë që është kjo ka për të vazhduar. Nuk ka për të pasur luftë tjetër botërore. Sot ti ke një Rusi që ka 3.5 milion forca ushtarake me eksperiencë lufte 3 vjet e gjysmë. Nuk ke asnjë vend tjetër të botës që ka këtë kapacitet.
Luftën e bën ushtari, ju a tregoj unë se e kam parë luftën. Luftën e bën njeriu, nuk e bën ta kesh teknologjinë sa të duash. Është ushtarja që bën luftën, është eksperjenca që bën luftën. Dhe unë më të them, ne bëm luftë në Kosovë, luftë e parë dhe pastaj kur vajtëm në Preshevë. 3 milionë gjysmë. Po 3 milionë, sepse 3 milionë gjys, sepse baza ushtarake Rusia ka 1 milionë gjys të angazhuar. Fuqia ushtarake e Rusisë është 1 milionë gjys ushtar. Aktiv. Po. Ka aktiv. Dhe për këto 3 vjet e gjysmë ka angazhuar, pra i shtoi 300.000. Kanë dalë në pension 2-3 breza thua ti do me që kanë bërë shërbim ushtarak. Kanë bërë shërbim, jo, në luftë Rusia ka një ligj që në luftë jashtë territorit rus, pra jashtë 6 muaj. Jo, jashtë territorit rus nuk ka shërbim detyrueshëm. Pra shërbim detyrueshëm nuk shkon në luftë. Shkon shërbimi vullnetar. Dhe ka 3 vjet e gjys, çka ka bërë? Ka dhënë incentiva të mëdha, pra jep para pafund për të vajtur në luftë. Dhe numri i vullnetarëve që regjistrohen është 40, 50 deri 60.000 në muaj dhe ajo nuk ka kapacitet e trajnimi dhe merr vetëm 30.000 aq sa i duhen. 30.000 tjerë nuk i merr. I ka dhënë para. Pra ka përdorur para. Cila është influenca e gjujshme në Rusinë sot se kryeministri është gjujsh? Shiko, neve mund të themi kështu, kryeministri ka një lidhje me një lidhje të largët me çifutët në Rusi, por nuk mund të them që ka një influencë gjujshme, por janë interesa të mëdha dhe le të vim te ajo e Turqisë. Edhe në çfarë po ndodh sot në Siri, është midis Turqisë dhe Izraelit. Pra janë bashk, por në publik ata po shfaqen sepse Erdoganit i intereson kjo loja për treguar që gjëja janë në luftë me Izraelin, por nuk janë në asnjë moment në luftë me Izraelin. Edhe në luftën që bëri Azerbajxhani kundër Armenisë, nuk e bën në luftë kundër Rusisë, sepse Rusia i ofroi ndihmë Armenisë. Pra i ofroi ndihmë për të ndërhyrë në mes kësaj lufte, por Armenia nuk e pranoi ndihmën e Rusisë në atë kohë, sepse ndërhyrën evropianët dhe nuk e lejuan Armeninë ta pranonte ndihmën e Rusisë. Dhe Izraeli dhe Turqia bashkë në Azerbajxhan bën atë që i bën Armenisë dhe ndihmoni Azerbajxhanit merrte. Aktualisht nuk është duke i marrë Azerbajxhanin në kontroll Izraeli. Azerbajxhani është në kontrollin totalisht të turqëve, sepse Azerbajxhani ka vendosur të ndryshojë komplet strukturën ushtarake dhe komplet formën e saj ushtarake nga ajo e sistemit rus në sistemin e NATO-s dhe po e bën me ndihmën e Turqisë, me shkollat turke, me gjithçka që ka Turqia dhe me armatimin që ka Turqia. Rënja e avionit që ndodhi. Avioni ndodhi ra në kufirin midis Turqisë dhe Armenisë. Avioni normalisht që hodh në erë, sepse po të shohësh pamjet e shef që ka të shkëputur bishtin dhe majën, pra nuk ka, pra ose hodhur në erë ose është goditur me artilleri kundërajrore. Një nga të dyja është ajo forma e rënies së avionit dhe mënyra e prishjes së avionit në atë territor. Kur ka defekt, avioni fillon bie ngadalë derisa. Për atë ka mënyra të ndryshme të rënies, po ajo kur ti shkëputet, këto të dyja pra ka shpërthim. Ka shpërthim. Pra kjo është shpërthimi dhe ky shpërthim ndodhi dhe sot deri më sot. Para se ka ndodhur para 10 ditëve, turqit akoma nuk kanë bërë publik emrat e 20. Mund të jetë ditur dhe me preda me frekuenca të ftohta. Shiko, nuk ka turqit s'kan bërë publik emrat e 20 ushtarakëve që ndodheshin atje në avion. Pra kanë refuzuar të bëjnë publik emrat këtyre 20 ushtarakëve. Dhe do të kemi gjë parasysh që aktualisht para një muaj gjys Erdoani ka nisur një luftë tjetër kundër ushtarakëve në Turqi. Ka nisur një valë tjetër arrestimesh, duke akuzuar se po përkrajnë këta të opozitës të cilët i akuzon për terrorizëm. Po. Pra, unë nuk e përjashtoj që rënja këtij avioni ka pasur në të figura vetë shërbimi inteligjent turk. Ka qenë interesuar për të eliminuar figura ushtarake të larta, të cilat lëviznin nga Azerbajxhani dhe Russia. Janë 2 ose 3 atje. Mjafton një. Ata kanë qenë kolaterale ata. Mjafton një atje të rëndësishëm, thonë. Ai ka menduar si kolateral dhe siguri dhe në fakt ai ka rënë me gjithë kolaterale. Nuk po e bëjnë problem këtë punë. Që turqit për diçka të vogël e bëjnë qimen tra, por nuk po e bëjnë problem fare këto dhe e kanë mbyllur. Në media turke nuk flitet fare për këtë çështje. Pra ka një ndërhyrje të fuqishme shtetërore për mos të folur për këtë çështje. Pra mbyllja që pa i po i bën kësaj çështje, domethënë që nuk duan të bëhet hetim i thelluar në këtë gjë, sepse mund dali diku tjetër. Pra krijon probleme. Dhe këtu janë bashkë turqit me Izrael. Nuk ka asnjë shans që të bëhet luftë Turqi midis Izraelit. Pse? E para, në rast se do të ndodhte kjo luftë, kjo do të ndodhte vetëm në rast se Amerika do vendoset të prishte NATO-n. Për të prishur NATO-n duhet një luftë midis një vendi që është aleati i NATO-s, por që nuk është antar i NATO-s, dhe një vendi të NATO-s. Izraeli është vend aleati i NATO-s. Ka dhe marrëveshje konkrete me shkrim midis NATO-s dhe Izraelit. Por nuk është vend i NATO-s dhe nuk ka pranuar të jetë vend antar i NATO-s, por aleat i NATO-s. Turqia është vend i NATO, është vendi i dytë në NATO Turqia. I pari është Amerika, i dyti është Turqia për nga fuqia dhe sasia ushtarake që kanë. I treti vjen Polonia aktualisht. Dhe në rast se Izraeli do të sulmonte Turqinë, atëre Turqia do të kërkonte aktivizimin e këtij në NPS.
i cili nuk do të aktivizojë në asnjë mënyrë. Dhe kjo do të sillte shkërmoqjen e NATO-s. Pra në rast se Amerika ka vendosur ta shkërmoqë NATO-n, kjo ndodh. Dhe do ndodhi vetëm një luftë konvencionale e shkurtër disa ditore, sa për të kërkuar, për të çuar drejt shkërmoqjes NATO-s. Asnjë mënyrë tjetër nuk ndodh. Në rast se flasim për çështjet e armëve bërthamore, çështjet e armëve bërthamore nuk i përdor askush. Nuk ka vlerë më se ti e përdor armën bërthamore taktike ose ti nuk e di ç'është. Pra kemi një gjë të tillë. Ti kur e lëshon armën bërthamore, pra kur lëshohet raketa është balistike. Dhe raketa balistike, vetëm 3 vende në botë sot kanë kapacitetin e detektimit të një rakete balistike që lëshohet nga çdo vend i botës, i globit. Rusia, Amerika dhe Kina. Këto kanë këtë kapacitet të mbrojtjes balistike kundërajrore të shtrirë në të gjithë botën, me anë satelitëve, me anë të radarëve të fuqishëm që shkojnë deri në 5.000-6.000 kilometra për çështje balistike. Dhe në momentin që kjo raketë lëshohet, raketat balistike kanë një trajektore të veçantë. Pra kanë trajektoren e tyre, nuk është se lëvizin majtas djathtas. Dhe në momentin që lëshohet, çfarë bën? E kap ky radari. Dhe ky radari kur e kap këtë raketën balistike, përcakton trajektoren, pra nga këndi që ka marrë raketa, përcakton trajektoren dhe ku do bjeri. Dihet saktësisht se ku do bjeri. E përcakton menjëherë programi dhe por ama ai përcakton që është raketë balistike. Por ama askush, asnjë program, asnjë vend i botës, asnjë specialist nuk është në gjendje të thotë që kjo raketa balistike ka brenda mbushje taktike apo mbushje strategjike. Dhe ti nuk e di këtë punë. Pra në momentin që ti e lëshon këtë, automatikisht ai tjetri do lëshoj 4 raketa për të rrëzuar këtë dhe procedura ekziston që lëshon edhe 6 raketa tjera balistike. Unë mendoj që këto kompjuteri për të lëshuar këto armët bërthamore nga çdo vend janë në një kompjuter, në një laptop, nuk është ashtu, janë të ndara, prandaj askush nuk i hyn në kësaj. Ai do lëshoj një nga kjo, pastaj nga kjo, pastaj nga kjo sipas programit që kanë. Nuk ka sipas program, nuk ka program tjetër për shoh, sepse për shembull Rusia ka një program që quhet Dead Hand, pra dora e vdekur, dhe ajo funksionon, është e vetmja që ka Rusia, këtë nuk e ka asnjë vend tjetër, dhe ajo funksionon në momentin që ti i lëshon Rusisë. 1, 2, 3. Atëherë në disa qytete kryesore, përfshirë Moskën, Shën Peterburgun, Nizhny Novgorod dhe gjitha ato tjera që përmendet, ka sensor për që masin sasinë bërthamore në ajër. Dhe në momentin që ato e masin që kjo sasia e këtyre atomeve është më e madhe se normalja, që është parashikuar, automatikisht nuk ka më nevojë që të lëshojë një person dhe ajo pret 20 minuta. Në rast se për 20 minuta ose nuk e ndalon ose nuk e shtyp individi, atëherë çfarë bën? Pas 20 minutash lëshon një raketë balistike kontinentale jo me mbushje bërthamore. Dhe lëshimi i kësaj rakete balistike kontinentale jo me mbushje bërthamore, e cila godet po brenda Rusisë, automatikisht lëshon alarmin për të gjitha pikat e tjera që ndodhen të lëshimit të raketave balistike me mbushje bërthamore, taktike dhe jo taktike, në mënyrë automatike ato lëshohen të gjitha në të gjitha drejtimet e programuara. Pra, drejtimet e programuara janë të gjitha kryeqytetet perëndimore dhe të gjitha bazat e tjera perëndimore. Dhe kemi të shkojmë drejt një shkatërrimi të tokës dhe kësaj nuk i shkëputen dot. Pra nuk ndodh kjo sepse këtë nuk e ndalon dot. Dhe fakti që ti nuk e ndalon dot. Ti mendon që mund të mos jetë ky projekt në këta elita botërore që nuk ka projekt shkatërrimi sipërfaqe të ndatë popullsisë dhe të tokës? Nuk ka shkatërrim sipërfaqe të madh sepse në rast se ti do të kishe një bombë bërthamore në Turqi, automatikisht kjo vala bërthamore që do të vinte pasaj prekte Izraelin, Kipron, Greqinë, Bullgarinë, Shqipërinë, pra edhe Izraeli me të i prekur, sepse nuk ka mbulesë, nuk ka vetëm detin, po era ta afrinë dhe asjell dhe ti nuk ke tunelet nëntoksore që ka tunelet toksore mund të kenë një elitë që mund marrë 100 veta, por problemi është që kjo elita dëshiron të hajë. Kjo elita nuk është elitë që punon. Derisa këtyre ju duhen sklever. Pra këtyre ju duhemi neve që jemi sklevrit që punojmë. Dhe këta nuk kanë ndërmend ti mbarojnë sklevrit dhe zëvendësojnë sklevrit. Jo, këta kanë ndërmend që këta sklevër ti mbajnë edhe më sklever, sepse ideja që vëlloni është hajde ti vrasim sklevrin dhe pastaj trojnë ta. Nuk vritën. Të gjithë vritet sepse sklevrit nuk ka vend për sklevrit nëpër tunele. Pra në rast se bie bomba, të gjithë vriten, mbarojnë. Ka zona që nuk preken në mënyrë vdekjepruse. Po ti mund mos prekësh në mënyrë vdekjepruse, po ti nuk e përdor më dot tokën. Ti nuk e përdor dot në ujin. Pra këto janë probleme të mëdha, të cilat ta nuk i bëjnë dot zgjidhje dhe janë edhe vetë implikuar dhe vetë të prekur nga ajo pastaj nesër, se nuk ka shpëtim nga kjo punë. Këtu është gjithë problemi. Pra askush nuk hyn kësaj rruge, sepse është një rrugë e çmendur. Pra në rast se hyn kësaj rruge, shkojmë drejt një çmendurie totale dhe kjo është eliminimi i njerëzimit në gjitha format e mënyrave. Përpara kjo që po të them unë. Jo, kjo nuk ka ndodhur. E ka ndodhur atë që ka bërë zoni pra lineare, kështu siç na e kanë treguar. Jo, nuk është çështje lineare. Jemi nga Adami deri sot apo ka ndodhur edhe përpara. Në botë nuk ka pasur luftë bërthamore, sepse ka pasur kapacitete të tilla. Në botë det i vdekur çfarë? Pse quhet i vdekur? Në botë ka pasur shpërthim për të ardhur për shkak të asaj që ka organizuar Zoti, pra për shkak të përplasjes të meteorëve dhe të kometave. Mendon që ka meteor?
Absolutisht që mendoj që ka meteor, s'ka meteor. Unë them që s'ka. Janë gënjesht. Unë them që ka meteor, sepse atë e vërteton atë meteorin mund ta shohësh. Ne jemi të mbyllur kometën mund ta shohësh në firmament. Jo, më nuk jemi të mbyllur në firmament. Ajo se unë mund të diskutoj. Po të studioj, Zoti tha që në fillim dava ujërat e qiellit nga ujërat e tokës. Dhe kjo nuk ndahet se me firmament. Jo, nuk. Nëse është mos e tjetër kjo. Nuk thot ashtu, unë jam besimtar dhe praktikant dhe nuk thot ashtu si thonë. Nëse ne gjatë jetës tonë do mbështetosh ti mua një herë që ka një meteor, unë do të fal ty çfarë duash. Meteor ka sa duash, unë mund të diskutoj me ty çështjen e rrotullimit të tokës, po. Edhe unë dyshoj që toka rrotullohet. Sepse është thjesht, ti ke një helikopter. Që nuk rrotullohet, pra. Po, që nuk rrotullohet, po, sepse ti merr një helikopter. Toka është e palëvizshme. Helikopteri pra rrotullohet dielli dhe hëna rreth tokës. Po, pra nuk është sistemi kopernikan heliocentrik, dielli është qendror. Dhe unë po them të, se ti vërtet tonë, do kush që na ngjon sot, unë marr thot, merr për shembull helikopterin. Ti e ngre helikopterin. Se po që se toka atëre toka do të fluturojë ti. Qofse ngrihet vetëm vertikalisht, duhet ti qofse ngrihet nga kjo ngrihesh mbi Tiranë arkës aty, duhet që për 5 minuta, 10 minuta Tirana të ketë bajtur në po, dhe prandaj po them, të ketë ardhur Italia këtu. Absolutisht, për këtë pra po them, pra kjo po. Këto jam dakord. Po jo, po shiko ti. Të them unë një fakt tjetër. Shiko kupolën nyore ti në orën 5 të darkës kur ersohet në dimër. E njëjta kupolë është dhe në 5 të mëngjesit. Nuk ndryshon. Qofse ashtu do ishte 180 gradë poshtë toka, do shikonte sistemi yor komplet të ndryshëm. Ne shikojmë të njëjtin sistem prap. Ja, shiko, ke gjë. Ndryshon. Zhvendosur. Jo, ndryshon sistemi. Për shembull, ti shef, ndryshon, unë dal shpesh malë. Yllin polar me këtë punë merrem kam ditë. Yllin polar e ke lart, ke kashtën e Kumtrit këtu të del këtu në Tiranë ti ke tjetër, kur në Tiranë ke tjetër pamje të qiellit. Po ke sigurisht. Mal me gropa ka tjetër pamje të qiellit, pra po ke sigurisht sepse nuk janë të firmamenti shumë i madh dhe ti nuk e shef dot deri në fund firmamentin me sy. Tash ti na bëre kukulla, ne nuk jemi kukulla, ato mirë, elementa se ndryshon shumë tema në bisedës. Prandaj unë i mbetem asaj, them që nuk ka për të pasur luftë as konvencionale dhe as një luftë tjetër midis Rusisë, midis Izraelit dhe Turqisë, për arsye se Izraeli dhe Turqia janë bashkë, kurse futja e Ramës në të mes. Rama ka bërë të njëjtën gjë që po bëjnë vendet e unë them që do luftojnë. Jo, dakor, unë them që jo, dhe ta shpjegoj arsyeën pse jo. Dhe Turqia do ndahet. Nuk do ndahet Turqia, nuk do luftojnë, nuk do ketë. Turqia po mundohet me anë të Izraelit të marrë primatin e sunizmit. Dhe primatin e sunizmit e merr vetëm në rast se Izraeli bën Izraelin e madh. Pra pjesa tjetër e vendeve sunite që mbeten pa Sirin, mbeten pa Irakun. Ata duan vehabizmin që kanë ngritur vetë, nuk duan islamin hanefi të Turqisë. Po prandaj, jo, duke islamin i Turqisë që kanë ngritur Turqia, prandaj duan selefin dhe vehabizmin. Turqia po kërkon ta marrë këtë primat të sunizmit dhe nuk mund ta marrë këtë pa ndihmën e Izraelit. Vetëm Izraeli duke shkatërruar vendet arabe ja jep Turqisë këtë primat. Për sa kohë këto vende arabe do ekzistojnë dhe Izraeli nuk është Izraeli i madh, Turqia nuk e merr dot të primat. Prandaj janë bashkë në këtë luftë të dyja. Dhe çdo gjë tjetër është mashtrim, kurse futja e Ramës në këtë mes. Rama po bën atë njëjtën gjë që kanë bërë udhëheqësit arab. Udhëheqësit arab kanë parë që për të vajtur në Washington, e vetmja rrugë është të kalosh nëpërmjet Izraelit. Dhe po bëjnë marrëveshje të ndryshme me Izraelin, bashkëpunime me Izraelin. Edhe Rama ka vendosur, duke qenë se vetë nuk shkon në Washington për ato çfarë ka thënë dhe ka bërë ndaj Trumpit, sidomos ndaj magës ndaj Trumpit, atëherë ka parë që rruga e vetme për tyre është mbrapa. Dhe rruga e pasme është nëpërmjet Izraelit. Dhe po bën marrëveshje ushtarake me Izraelin, cilat nuk kanë asnjë vlerë për Shqipërinë, realisht ajo që thatë, pra nuk po bën marrëveshje për të forcuar ushtrinë shqiptare për të ngritur, po thjesht marrëveshje për të dhënë para Izraelit në mënyrë që Izraeli të ushtrojë presionin e tij politik që ka ndaj qëllime personale të Ramës. Qëllime personale të Ramës që ky të hyjë nga dera e pasme në shtëpinë e bardhë dhe të ketë mbështetjen e shtëpisë së bardhë për të gjitha ato çishulliqe. Të bytën e vet për çdo gjë që ka bërë deri sot. Jo që do të bëj sot e mbrapa, pra që të bëhet mbret, sepse i duhet kjo gjë. Pra është duke përdorur Izraelin me parat tona. Do që të bëhet president, jo mbret, aty që thamë dhe që do ta mundun. Mbret, se ai lloj presidenti është mbret i Shqipërisë, se kaq është një pyetje vendesh këtu. Thonë po, ai lloj presidenti me ato kompetenca je mbret këtu. Thonë mbaroj, nuk kam. Prandaj po them që është duke përdorur Izraelin me parat tona për interesin e tij vetëm personal dhe jo për interes të Shqipërisë. Po, këtu pajtohemi plotësisht. Mirë, drejtani, ishte kënaqësi që bëm një bisedë mbi aktualitetin dhe pak futuristike, domethënë mbi atë që mund të ndodhë në të ardhmen, sepse ti e di që unë i kam shef to futurizmat, parashikimet se çfarë do të ndodhë. Këto sigurisht janë të rrezikshme, por nuk aplikohen nga të gjithë. Kur ndodhin, kur shumë gjëra mua më dalin,
asnjëri nuk thot ta përmend ndonjëherë thotë, e ka thënë njëra që quanim ne të çmendur. Dhe fillojnë hyn të gjithë pastaj në atë vorbullën e aktualitetit, duke bërë të gjithë, domethënë bla 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 bla, mirë po asnjëri nuk e thot për shembull që këta që do fitonte Rusia, e kanë thënë dy njerëz që në fillim, që është Alfred Sako dhe Dritan Goxha, nuk thot asnjëri. Tash i kanë hyrë të gjithë, janë bërë duken sikur janë të gjithë putinistë, kur në fakt janë përpiqen të jenë realistë, sepse këtu s'ka. Është një shprehje filozofike e vjetër, e cila thotë që të çmendur janë ata që mendojnë me të vërtetë se bota mund të ndryshojë. Kjo e bukur është, shumë e bukur. Mirë, mendoj ta mbyllim këtu, të falenderoj edhe një herë, të nderuar shikues, ishte një emision pak i gjatë, po besojmë interesant, dhe do të shikojmë këta nga komentet që ju do të bëni. Para se ta mbyllim, edhe një herë dua t'ju kujtoj një subscribe, pa kosto, pa energji, pa pagesë. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë.